Mirë së dashur, rikëthyem përsëri në studio për të vazhduar me rrjetën e emisionit tonë, arritëm drejt tek minutat ku qëndrojnë të rezervuar si çdo ditë tjetër edhe sot për mysafirën në studio. Kam kënaqësinë që me mua është një dizajnere e re, ende në vitin e tretë duke studiuar sa i përket dizajnet. Mirë se erdhe Florentina. Mirë se gjeta. Kam kënaqësinë se sot jemi së bashku e do flasim për një temë që nuk kemi biseduar me dikë deri sot, pasi që është mbajtur edhe ngjarja e fundit sa i përket kreacioneve për qen. Po. E keni mbajtur këtë të hënën, nëse s'ka bëj? është mbajt të hënën në parkun e shtetit, edhe ka pas bagi njerës që kanë arë më po ma shumë konë realizim për televizione, shumë televizione ju konë të interesume, po mas një ushtu edhe interesi njerëzve, masi që është hera parë që në Kosovë po bëhet një mini koleksioni qenve, edhe me të vërtet ka pas shumë interesim. Në ndërkohë, kur themi mini koleksion, edhe janë mini qenet, në ndërkohë ata cilët e kanë zbukuruar këtë sfilat. Kujt ishte ideja që t'jenë jo njerëz model në këtë sfilat për të jenë qenët? Kina dash me bëhet diçka ma ndryshe, dhe mos me pas si subjekt njeriun, po me pas qenin. Edhe kohët e fundit qenët shumë po bashkëtojnë ndoshta me njerëz dhe ju mbo pjesë e çdo shtëpie, edhe normal për në artë që vendojnë gjithë që qatë ty në më duk mirë, më konë qenë dërvëmendjes, mi ble aksesor, tesha dhe këto, nuk kena fatkeqësisht në Kosovë, nuk është që majnë. Kurse në venet e jashtme, majnë ma shumë, më thonë, tesha për qenë, edhe kena menu me bo diçka ma ndryshe që me pas, më thonë, si model qenin, edhe kena përgjith një ambient ma tapun, ku ata njën ma mirë, në park shtetit. Aty në konë 7 loje qenve, më thonë 7 raca, prej racës ma të vogël që u konë Chihuahua, që janë prej qenve ma të vogël, deri te Dogo Argentino. Edhe tematikat ju në konë ndryshe varësisht prej qenit. Më thonë, për Chihuahua u konë një temë ma e but, masi që vetë pamja aty në është ma e but, kurse unë personalisht më pas me vesh një Dogo Argentino që është prej qenve ma të mëdaj, edhe pak e ka një pamje të egrë. Pas ka gjuma shumë material. Jo, unë e këmë bo modifikim, me një duks, edhe ka marrë atë pamin e gangsterit, qeni. Një qenë tjetër u konë si Superman, një u konë polic, normal në varsisht prej qeni që farë u konë. Prej ndryshmeve. Kujt ka qenë kjo ide që tjetë keni bërë ju si design factory, pas edhe vini nga aty, apo keni qenë me dikën bashkëpunim? Po njerëz, zakonisht gjithë na kanë pyet pse s'po bëni diçka për qenë, jo veç për njerëz, edhe normal u konë ideja e njerëzve ma shumë që na kanë propozu me një fjallë, po në këtë aspekt kanë një mua shumë edhe kryesuesi projekte në derim në Zire, edhe në bashkëpunim normal me shkollë e kemi realizu. Ndërkohë, sa studente keni qenë që të realizoni këtë, është dashur numër i madh, pasi që nuk ka pasur edhe shumë kreacione. Kena dashur bo një mini koleksion, ju në konkret 7 kreacione, edhe ju në konë 2 studente prej vitit parë, 2 prej vitit 2 dhe 2 prej vitit 3. Në bashkëpunim, pa tjetër. Në bashkëpunim, po. Po në ndërkohë, kundrejt saj, si ju duk profesorëve, ata cilët edhe ju mësojnë kundrejt saj si ide, pasi që nuk kemi pasur diçka më na kanë ndihmu shumë, se para se mi bo veshit, normal kena hulumtu, me këshyr çka me bo për qenë, ata na kanë ndihmu dhe në kanë bështet në çdo aspekt, se u konë diçka një dimenzion këtë tjetër për neve, nuk na punu ma herët, është hera parë. Dhe unë do atë kënaqur në fund me finalizimin e këtij projekti? Definitivisht ju ka pëlqyer shumë njerëzve, nështë ma shumë se që na e kena prit, shumë njerëz nështë na kanë thonë kena me bo më kësi sfilata të ardhmen, apo. Qenët kanë pasur vetëm ka një veshnje, apo veç ka një veshje e kena pas qenët. Kush i ka zgjedhur veshje? Ti keni zgjedhur personalisht jo, mendimin e profesorëve? Mendimin e profesorëve, ideja normale është dash prej studentave, varë ku e ka marrë dhe inspirimin, varësisht. Kjo ide interesante. Po juve, kush ju vëri këtë ofertë, ka qenë ideja e përbashkët, tashmë po përmendim kohë pas kohë? Po, konë ide e përbashkëma, shumë edhe veç kena vendosë me bo. A ju duk interesant, keni pasur kënaqësinë kundrejt këtij projekti, pasi që edhe jeni të parët që po e bëni këtë projekt në Kosovë? Po na vjen mirë që na parët. Ndërkohë, ke qenë në shtëpi, apo jo? Jo, me adhuruese shumë e madhe qenëve, ku ma i gjithë, po fatkeqësisht tash nuk kam qenë. Veç me nëja apet me bo dhe një. Se ndërsa të kishe harxhu shumë energji kundrejt saj për t'i vërru. Po, me kanë kohë, se duhet më kujdes ma shumë për qenë. Në ndërkohë. Kundrejt këtyre koleksioneve, apo mendohet kjo që tjetë çdo vetë, pasi është tjera parë këtë vetë, tjetë edhe viteve tjera, apo ende nuk mirë, besoj që kena me vazhdu prapë edhe vite tjera. Nështë me koleksione pak ma të mdoja për qenë, me bo një linë. Linë të veshjeve, me qenë. Masi që në vene tjera ka linja, kurse të na jo.
Megjithatë kemi përparuar ja që u bë dhe kjo. Duhet tradicionale, pse jo? Pasi që janë bërë pjesë e rëndësishme në çdo shtëpi, siç përmend edhe ti, tashmë janë e veçantë pjesëtar të familjes, të ambientit të tyre më të mirë. Si ishin komentet e njerëzve nga miqtë, nga kolegët e tjerë, pse keni a ka pas diku që ka thonë qysh më le keni harxhu kohë për çan? Për çudi jo, s'kan thonë. Ka pas shumë njerëz që kanë ardhur çati për çati në shtam park, njerëz rastësisht që kanë qellu. Plot nështë kam pyet a kena me vazhdu me bo, a bëni veshje për çan me porosi, se kanë dashur për çan vetë me bo, kështu që interesimi u koni madh dhe pritin e kanë prit shumë mirë njerëz. Ka pasur mysafirë edhe çan të tjerë që të... Po, ka pasur edhe çan të tjerë, po normal është dash pak milion ma anash. Po. Është më e mira që ka pasur komente pozitive, kemi filluar të vetësohemi edhe kundrejt saj dhe t'i kushtojmë rëndësi edhe kafshëve. Dëshiroj të ndalim edhe tek Frankfurt Style Awards 2015, ku jeni finalist. Frankfurt Style Awards është nështë hapi ma i mirë për neve, se dhe mos na qena në vitret. Profesoreshën na ka lajmëru para do mujve që ka më mbajt një kontest në Gjermani, është ndërkombëtar ku marrin pjesë gjitha shtetet e botës prej këtë kontinenteve. Edhe në hambof tesën që për herë parë me marrë pjesë e Kosova, normal nuk e kena dita pranomi. Edhe në fillim, kur na ka lajmëru profesoresha e kena marrë jo seriozisht, po kena thonë nuk pranomi, se shtetet tjera që kanë tradit për modën, si Parisi, Milano e këto, ato normal që njën si... Me të popularizuar. Na jena mrapa, muj me thonë, në qatë aspekt, edhe kena thonë nuk e dia pranomi, veç kena apliku me thonë hajt, apo pranomi, ajo normal jena munu, krejt kena punu si pasopave që nga ka të regu dhe profesoresha, Ariana Gjoni që falenderoj shumë. Edhe masi që kena bo aplikacionin, kur nga ka arë përgjigja që jena pranu 2 drejt në finale, unë edhe Genta Grajinca, edhe një tjetër, më thonë Genta Nebihi, ajo ka shku me votat Facebookut, më thonë me një kategori tjetër wildcard, edhe na jena drejt në finale, më thonë ku ka më mbajt me 5 shtator. S'fandjenja është kjo, kur edhe morët këtë lajmë. Po është ndjenje mirë se ta shina në vitret edhe e kryna. Normal që masisht e kryna jina pavarëna, kështë që kjo është hapi parë për neve. Në qëfë se shkujna atje, mujna me pas naj kontrat, ose diçka tjetër, në qëfë se fitojna, kena më shku në Paris, në Milano për praktika ndryshme që na ofrohen, ta shkejnë varet. Ndërkohë jeni paraqitur me çfarë punimi? Kundrejt saj? Jënë kohë në 3 kategori, më thonë Ecological Green, Over the Rainbow dhe Blue Revolution. Kena marrë pjesë në 3 kategori, të personalisht më kohën për Ecological Green, ku është reciklimi. Unë e kumë përdor aty CD-at, më thonë, për reciklim, asi që tash nuk përdorën ma shumë interneti për muzika, normal është dash me pas një pikë të fort. Edhe koncepti ju ka pëlqyer shumë, me që ato këmë konkuru edhe jina pranu. Pra ka edhe një mesazh të mirë. Po, normal, masi është reciklimi, është një temë shumë e mirë. Ndërkohë tash do jetë në shtator. Do bëhen në shtator, tash kena fillu me punu veshjet, ku kena mi dërgu në tonë me post normal në Korrek, edhe në shtator, me 5 shtator jena në Frankfurt, po pritet që me vazhdu kontesti edhe në Berlin. Keni vendosur për veshjet, do jetë përzgjedhja se çfarë dëshironi ju, apo çfarë dëshirojnë ata? Na kena veshja u përzgjedh për ty në me qatë veshje që kena paraqit në skic, edhe me ato kena paraqit po. Ndërkohë keni filluar, apo është ende herët? Jo që është herët, faktikisht do me fillu, po jena të mirë njerë me sfilat, ku kena mi bodhe të veshje dhe ka... Nuk kena me njëherë kohë, kështë që mas sfilatës që kena me 13 qershor, kena me vazhdo me punu edhe për këta. Kjo sfilat do mbahet për arsye të diplomimet. Po. Dhe diplomuara, por edhe me sukses të madh, ju ka prit fati kundrejt këtij universiteti cilin edhe jeni. Si kanë shkuar këto 3 vite? Kanë shku shumë shpejt. Kena marrë pjesë gjatë 3 vite, kena pas shumë aktivitete, jena paraqit media, kena pas sfilata, ekspozita ndryshme. Edhe na ka shku shumë mirë. Krejt që kena pas me mësu, më thonë, përdesa na pranu edhe në Frankfurt, normal na kanë cilësu tamam si dizajnere. Tash mund të themi edhe para diplomimit që dizajnere. Ndërkohë, ndani të kënaqur, sigurisht jeni duke marrë mësim edhe nga dizajner tash mirënjohur nga vendi ynë, sa i kushtojnë rëndësi modës, sa shohin përparësinë vendin tonë kundrejt trinjeve tonë. Po tash dizajner ju mbo shumë, mush me dizajnera, po nashta ka shumë, po pak janë taon dizajnera. Varë kej për stilit, qysh e shë vetën njerët të cilë dizajner. Ta shumë munona me bo një stil ndryshe dhe që ata që e shojnë vetën të ënë, që e gjejnë vetën të ënë, mund.
Mund drejtohen të te. Realisht ke edhe faqen zyrtare në Facebook, ku mund drejtohen kundrejt saj, po edhe që ke postimet janë veshje të ndryshme. Po, jam aktive në Facebook. Je aktive në Facebook si gjithë rinjët. Po edhe veshjet i ke më ndryshme se tjerët, edhe pse je re, ke marrë një kuadër më ndryshe. Po, tash për me arrit, diçka duhet më konë më ndryshe se tjerët, jo më konë njëjtë. Ku inspirohet? Konkurenca është e madhe, po në varet ashtë edhe për stilit jetesës, çfarë muzike nga në krejt, unë për vetë ngoj shumë hip-hopin edhe veshët e mija ndikona në që ato. Edhe qanin e ki vesh pak se. Po, varet edhe për stilit jetës, çfarë stilit jetës e ki edhe që aty ndikohet e stili. Ndërkohë sa mirë po pritës këtë stil cilin edhe ke përzjedhur te? Po, hala njëherë nuk kom fillu mirë, është herët, po qa që sa kom boju ka pëlqy shumë tash. Varet për njerëzit, nuk mund të ta shkrejt më pëlqy, se me fillu ashtu kina shumë dizajnera botëror, dikujt i pëlqen Armani, dikujt Chanel, krejt varet ku e gjejnë vetën. Shija ndryshme. Ndërkohë, tash kemi pasur edhe mbrëmje të maturës, ka besu ndonjë vajzë që ta tjetë në fustanin tënd? Nuk është që nuk e kom bo plan edhe për me punu për mbrëmje maturës, po një, 2, 3 kështu i kom punu, sa kom pas kose, masin ato mirë me diplomim, edhe plus kena mësime tjera, kështu që duhet më përshëndëru që ato ma shumë kur të kry, mas ne... Do jesh e gatshme kundrejt saj. Është në cilë përna fustanet tjilë, pasi ke qenë edhe vetë maturante dhe din se lërë stresi që të rrota më rëndësishme në tonë e jetës. Të gjdo femë, në rrome maturës, krejt dojnë mu dok mas miri, kështu që kur ta besën dikur shatë punë, normal një është mirë. Të ndalime tek trendi pra në verë 2015, qëfar është më në trend këtë vetë? Këtë vetë më thonë në trend ju në këthy edhe vitet e 70-ta, kanë fillu edhe këto ngjyrat e zeza, gotika është shumë trend, ngjyra zezë faktikisht gjithë është në trend, po këtë vetë është më shumë, pastaj edhe minimalizmi, printat janë prapë këtë vetë në trend, edhe qëto, ngjyrat më të lehta pak, jo shumë ndezura. Kundrejt xhinsave, atë sa kemi parë, më duke që janë më gjana, t'jenë më të... Pasi që edhe vitet e 70-ta janë bajt ma shumë ma gjona dhe pantollat e krejt. Ndërkohë edhe me lule, ka diçka? Ka, po tash na i përcjellëm trendit, ama zë me thonë tash mi përcjell krejt, që shtrojnë, që atrejnë ma mirë, ama normal, dikush ka që më konë japë me modën, kështu që njerë se kryoni edhe trendin. Sa jetë të nhap me modën? Kote e fundit nuk e që munona shumë për veti mu vesh, masi që janë, kur jetë në studime nuk i edhe kofort mu me umerë, me vetën me veshje. Po normal munona edhe në pak një hap mu konë me modën. Veshjet e fundit cilat je duke bërë me thjeshta, duke fokusuar më shumë tek fundat, minifunda, pantolla? Nuk jam fort të fokusume në fustana e funa. Këto ma shumë pëlqejnë pantollat, setrat, këto kam që me bodë diçka të përdeshme. Kështu që për diplomim ma shumë kam pantolla se sa veshje tjera, po menoj fustana. Në koleksion që do jetë diplomimet, pra do jenë këto më të praneshme? Po, më të praneshme, setrat e pantollat këto. E shetë si munges që e kemi këtë, apo? Po, sa ma shumë jëmë përqëndru në fustane krejt. Menoj që ma të rëndësishme jam, nështë ta një fustane vesh një natë, po setrën, pantollat e këto më nështë me vesh do ditë. Kështu që ma të rëndësishme, për mu jam ma të rëndësishme. Janë ato gjërat cilat na nevojiten çdo ditë një fustan, po i veshim një herë, po i lëmë. Po normal, edhe fustani, një herë, po një herë e vesh. Po s'bën pa qatë Po, do të më do të mirë. Po femra sigurisht je aktive edhe në qytetin tonë, pse jo për dalë për të pi një kafe, në qytet, sa je komplimente kundrejt femrave, apo e kundër ta, dim të veshe me tese me kohën, apo jo? Mu po menoj që jina bagin japë me kohën, tash normal po bazohen internet, televizione, bagi për përcjellin trendet, besoj që bagi mirë po veshën krejt femnat. Edhe në Prishtinë, qa për shotë rejat shumë mirë. Normal ka njerët të projnë edhe me greme, me këto aksesorët e tepër, po në përgjësi po veshën shumë mirë. Në Prishtinë, unë qa për shotë për folje në për kafenie këto. Të rikthejme dhe njerë të sfilata e fundit të ngjarja e cila është mbajtur, kundrejt aksesorëve, ka pas për qenë aksesorë të ndryshëm cilë tashmë do jenë në shitje në ndonjë dyqan, keni bërë marrëveshje me dikë? Kjo u konë ma shumë asi u konë hirapar, që sa u konë ma shumë për transmitim televiziv, edhe kena bo modifikime, dikush e ka bo prej fillimit veshën, por nuk i kena bo drejt për drejt për shitja. Ma shumë konë edhe si një lloj reklame. Tash po planifikohet që t'jetë dyqan shitjesh edhe kundrejt tesha edhe kundrejt aksesorëve? Nuk i dijet, njerë nuk di sa me thonë, halo. Keni oferta? Po, janë shumë të interesuar për qanë. Ka interesime të ndryshme.
Do me thënë këto e në planet më të afërta dhe kundrej, diplomime që do ndodhë, por pa tjetër dhe Frankfurt Style Awards 2015 që do mbohet në shtator. Po, ajo më rëndësishmja për një. Ajo më rëndësishmja. Florentina, më të falenderoj shumë që sot ke gjetur kohë t'jesh me ne dhe t'na tregosh më detajesh kundrejt saj dhe kundrejt planeve të saj më të afërta. Ne të presim pa tjetër para se të shkoni në Frankfurt, të merrni pjesë, besoj të ktheheni me një çmim, pasi keni arritur deri tek finalja, qysh në fillim, qysh në këtë start, pse jo të ktheheni ashtu siç edhe e meritoni. Po, inshallah ta shohim. Faleminderit ju për ftesën. Atëherë mirë të dashur, arritëm deri tek fundi bisedës në studio, me mua ishte Florentina Vllazaliu, dizajnere. Ne po shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit tonë. Vazhdoni të jeni me ne.